Zoti Beqa, nismat e Macronit, kohër e kryeministrit britanik, pasi Merz akoma nuk e ka marrë detyrën, 800 miliardë që janë dhënë. A është koha e mjaftueshme për parandaluar ndoshta një shpërbërje të NATO-s apo edhe të Bashkimit Evropian, apo është shumë larg? Mund të arrijë Rusia këtij qëllimi? Do ju përmend një emër, quhet Irving Kristol. Mbahet si babai themelues I neokonservatorizmit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në vitet 80 ka një artikull të famshëm në New York Times, në mos gaboj. Dhe ai thot pikërisht këtë gjë, që Europës I bën dëm varësia totale që kanë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata duhet të fitojnë autonominë e tyre strategjike. Dhe në kuadër të kësaj do duhet që të krijohet një NATO europiane me Shtetet Bashkuara të Amerikës si aleat, por jo pjesë të NATO-s. Dhe në fakt, mbas 4 dekadash është ringjallur një diskutim I ngjashëm me këtë që Kristol ka shkruar para dekadash. Dhe besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës me të drejtë kanë ushtruar një presion mbi europianët që të zgjohen nga gjumi letargjik strategjik, sepse ato kanë humbur shqisat e kuptimit të zhvillimeve strategjike pikërisht për shkak të mburojës që ju kanë krijuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Europa e ka potencialin si ekonomik ashtu edhe teknologjik për të qenë një superfuqi ushtarake në pikpamje dhe për të qenë një aktor I rëndësishëm global. Por nëse europianët nuk marrin vendime të përbashkëta dhe të vendosura, natyrisht që nuk mund ta arrinte. Dhe problemi më I madh I Bashkimit Evropian nuk janë kapacitetet ekonomike dhe kapacitetet teknologjike. Problemi më I madh I Bashkimit Evropian është sepse kemi të bëjmë me një organizim binacional sui generis, I cili është hibrid. Pra, nuk është asnjë federat që të ketë sovranitet, por nuk është asnjë organizatë ndërkombëtare e dobët që nuk ka influencë mbi vendet sovrane. Pra, është diçka e ndërmjetme. Por kjo krijon pengesa të mëdha në vendimarrje dhe fragmentim të Bashkimit Evropian. Ky është problemi numër 1. Problemi numër 2 janë vetë vendet anëtare. Dhe kur flas për vendet anëtare, flas për vendet kryesore. Dhe vendi kryesor në Bashkimin Evropian është Gjermania. Gjermania për momentin është një vend I smur, si në pikpamje politike, ashtu edhe në pikpamje ekonomike. Kemi gjasa që me Merz të shohim një Gjermani tjetër dhe shpresojmë shumë që të kemi një Gjermani tjetër që të jetë shumë prezente dhe e vendosur në politikën europiane. Por deri tani kemi parë një Gjermani me një sistem politik shumë të fragmentuar, me vendimarrje shumë të ngadalta, dhe një Gjermani pa influencën e duhur në zhvillimet kontinentale dhe përtej kontinentale. Dhe s'dyti, një Gjermani e cila ka qenë në recension ekonomik në spaku 3 vitet e fundit, për shkak të atyre që kanë ndodhur, kryesisht për shkak të çmimeve të energjisë, për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Por edhe elemente të tjerë që kanë ulur produktivitetin dhe konkurrueshmërinë e Gjermanisë. Nëse plani I Merz do të funksionojë dhe Gjermania e tejkalon këtë ngërç në të cilin është, çka unë besoj që mund ta tejkalojë sepse e ka gjithë potencialin, atëherë ne mund të shohim një Gjermani tjetër dhe nëse do kemi një Gjermani të shëndosh, besoj do të kemi një Europë më të shëndosh.